Deti i trazuar për shkak të motit të keq të baticës së madhe solli në Bregdetin e Tales dhe te Kranahellun mbetje të shumta, të cilat krijuan një problematikë serioze. Ndërmarrja e shërbimeve ka nisur pastrimin e saj në mënyrë për të larguar të gjithë të mbete që u akumuluan gjatë këtyre ditëve. Prurjet e shtuara të lumejve kanë sjellë në Bregdetin e Lezhës sasi të mëdha mbetjesh, kryesisht dru dhe materiale plastike. Pas tërheqjes së detit, zonat e tëra në plazhet e Shëngjinit dhe Tales janë mbuluar nga mbetjet e transportuara nga rrjedhat ujore. Me përmirësimin e kushteve të motit, Bashkia e Lezhës ka vlerësuar si domosdoshmërinë ndërhyrjen për pastrimin e këtyre zonave, me qëllim ruajtjen e mjedisit dhe mbajtjen e plazheve të pastra, ndërsa dukuria ndodh shpeshherë. Rreshtet intensive të shiut, që ranë ditët e fundit dhe prurjet e shumta të lumeve sollën në Bregdetin e Lezhës dhe mbetje të shumta. Kjo solli ndotjen në plazhin e Shëngjinit dhe Tales. Me përmirësimin e kushteve të motit, drejtoria e shërbimeve publike në Bashkinë e Lezhës ka nisur ndërhyrjen për pastrimin, duke angazhuar mjete dhe punëtorë. Këto ndërhyrje do të jenë vazhdueshme në varësi të situatave që do të krijohen me qëllim që të mbajmë këto zona të pastra gjatë gjithë kohës. Prurjet e lumejve bun, drin dhe mat krijojnë vazhdimisht ndotje të Bregdetit në Lezhë, ndërsa largimi i tyre mbetet e vetmja zgjidhje për të mbajtur plazhet e pastra. Prurjet e plastikës nga lumejt për shefin e qeverisë janë kriminale, ndaj një ditë më parë paralajmëroi dhe një paketë të ashpërsuar masash për ndotësit.